Nënkryetari i organizatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Gazmend Sylla, ka njoftuar se protesta e 5 me radh në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s që do mbahet në Hagdo, të mbahet më 13 dhjetor në ora 13 në sheshin Skënderbeu në Shkup. Kjo u bë e ditur përmes një konferencë për media, kundër të tjera tha se për këtë protestë janë dakorduar edhe me Ali Ahmetin dhe me bashkëluftëtarët që kanë qenë në Maqedoninë e Veriut. Mirpo, siç tha Sylla, edhe pse kanë dorëzuar kërkesë për shfrytëzimin e hapësirës për mbajtjen e kësaj proteste në organet kompetente, ende nuk kanë marrë një përgjigje zyrtare. Ai theksoi se protesta do të mbahet me ose pa mbështetjen e institucioneve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke shtuar se është e padrejtë që të pamundsohet mbajtja e kësaj proteste, pasi është e drejtë univerzale. Ne kemi shpall protestën, kemi marrë pjesë protesta ka më zhvillu me ose pa, është e padrejtë me na pamundsu do të mbajtja asaj proteste, edhe herë po e përsëris, janë drejta që do të thonë drejtësia, liria, diniteti, këto janë drejta universale, do të thotë, nuk janë që ndash më politizuar në asnjë rrethon. Sylla ftoi qytetarët të bashkohen në protestë duke shtuar se ka qenë kërkesë bashkëluftëtarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ne i ftojmë qytetarët me na bashku atje, ka qenë ndoshta edhe kërkesë bashkëluftëtarëve tonë atje, po edhe gjithë shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut që më ndodhen një protestë në Shkup, edhe ne jemi të gatshëm me bëni një gjë të tillë, kështu që shihemi të shtunën në ora 13 me datën 13 në sheshin Skënderbeu në Shkup. Ndërkohë, dje kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Hristian Mickoski, e ka cilësuar protestën si një lëvizje të gabuar. Unë nuk e mbështes këtë ide dhe as nuk pajtohem me këtë marsh. Jam i bindur se as vlenë nuk do ta mbështes, ka theksuar Mickoski. I pyetur se si i komenton deklaratat e Mickoskit, ai tha: "Ne nuk i kemi bërë ftesë që të marrë pjesë në këtë protestë. Me tregu drejt, kjo është e ngjashme me deklaratat e Georgievskit në vitin 2001, pra ish-kryeministrit të atëhershëm." Kjo është protesta e 5 me radh për ish-krerët e UÇK-s që po mbahen në Hag, pas atyre në Prishtinë, Hag, Tiranë dhe Strasburg.